Hospitality Albania është projekti investimit I cili synon sipas qeverisë ripërdorimin dhe modernizimin e rezidencave qeveritare, të cilat aktualisht janë struktura të amortizuara, përdorim sporadik dhe kërkesa të larta për mirëmbajtje, duke I kthyer ato në destinacione tërheqëse për turizmin elitar. Procedura ndërkombëtare për realizimin e projektit të investimit zhvillohet nëpërmjet 2 fazave, ajo e kualifikimit dhe faza e përzgjedhjes. Këtë të mërkur në një event të posaçëm me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, 7 finalistët e fazës së dytë, përfaqësues të studiove arkitekturore të ndryshme, kanë prezantuar përpara një jurie idetë e tyre për 2 projekte. Kryeministri Rama tha se bëhet fjalë për vilën e ish udhëheqësit të diktaturës Enver Hoxha në Vlorë dhe një tjetër rezidencë qeveritare në zonën turistike të Velipojës. Korporata e investimeve shqiptare ka hapur në 9 prill 2025 procedurën për projektin Hospitality Albania që synon rikthimin e rezidencave qeveritare në Vlorë në struktura akomodimi elitare. Nga 5 kompani pjesëmarrëse janë kualifikuar 4, bëhet fjalë për emra të njohur të biznesit shqiptar dhe rajonal me përvojë në zhvillime të ngjashme dhe projekte publike. Procesi pritet të vijojë në fazën e negociatave ku fokusi do të jetë në ofrimin e ideve zhvillimore që japin vlerë turizmit elitar dhe menaxhimit afatgjatë të pronës publike.